Kanë vijuar përplasje të reja për ndryshimet kushtetuese dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian ndërmjet partive të bllokut të Maqedonisë. Nga LSDM opozitare kanë përsëritur qëndrimin e tyre se pa ndryshimet kushtetuese vendi nuk do të lëvizë në rrugën drejt BE-s. Ata thonë se kanë mbetur vetëm 2 ditë deri më 1 qershor, kur siç e theksojnë, Kristian Miskovski ju ka premtuar publikisht qytetarëve se do t'i përmbush plotësisht të gjitha pikat e agjendës së reformave dhe detyrimet për të vazhduar rrugën evropiane. Në 2 vjet, ai ka përfunduar në mënyrë të paplot 2 pika nga 10 dhe ajo kryesorja mbetet e papërfunduar përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk do të lëvizim nga një pikë e vdekur. Pa këtë nuk do të ketë vazhdim të negociatave me Bashkimin Evropian, as hapje të kapitujve të ardhshëm, as fonde të reja evropiane, as standarde më të mira jetese për qytetarët, as gjë. Tani le të përfshijë Miskovski pakicat në kushtetut ose le të dalë para qytetarëve dhe të pranoj publikisht se nuk dëshiron antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, nga ana tjetër, VMRO DPMN ka akuzuar kryetarin e LSDM-s Venko Filipçe se është i gatshëm të pranojë ndryshimet kushtetuese dhe më pas të ridefinimin e historisë dhe identitetit Maqedonisë, duke quajtur atë emitar special të Rumen Radevit. Valentin Manasievski tha se Filipçe është në të njëjtën linjë me Viktor Stojanovin dhe Fondacionin Maqedonia dhe me ministren bullgare Petrova Çamova, duke shtuar se Bullgaria vazhdon ta bllokojë vendin në rrugën eurointegruese për shkak të interesave të saj. За таа цел, бугарските власти со години Për këtë qëllim, autoritetet bullgare kanë gjetur pikat e dobta në politikën e Maqedonisë, si Zoran Zaev, Dimitar Kovacevski e tani edhe Venko Filipçe, të cilët u shërbejnë interesave të huaja në dëm të interesave të veta maqedonase, edhe pse qytetarët u dhanë leksion dhe i ndeshkuan në 4 zgjedhje radhazi, pikërisht për politikat e tyre antishtetrore. Filipçes dhe LSDM-s ende nuk ju vjen mendja dhe vazhdojnë me të njëjtin politikë servile, duke menduar se në atë mënyrë do të vinë në pushtet. Manasievski theksoi se VMRO DPMN nuk do të lejojë, siç tha ai, bullgarizimin e figurave historike dhe cënimin e identitetit maqedonas, duke shtuar se Maqedonia ka histori, identitet dhe gjuhën e saj.